është 31 dhjetor, jemi në Living Day, festojmë me miq sot. Ne kemi shumë të rëndësishëm telefoni në këtë studio. Vazhdimisht kanë ardhur telefonata që i kanë surprizuar, i kanë befasuar të ftuarit. Ka ndodhur edhe me ty, Elinara, kur jemi takuar disa muaj më përpara, por sot do të bëjmë diçka ndryshe. Nuk do të jenë ata që telefonojnë, por do të jeni ju, që do të zgjidhni vetëm një person për ta telefonuar. Dhe pasi ti thoni fjalën të dua, të prisni reagimin e personit tjetër, pastaj mund të thoni gjithçka që dëshironi. E bëjmë paktin e fjalës? Të dua shumë. Po, super. Dakord? Perfekt. Unë jam dakord. Eva, nisim bashk? Bashk. Telefoni po të pret? Okej, ja, të lë pak. Më falni. Në mendje personin që do të telefonosh? Patjetër. Formo numrin? Të ka marrë malli për këto telefona? Shumë. Ka një ndjesi tjetër. Po. Është vërtet. Ngren receptori. Edhe mua më përshëndet. Edhe sa e bukur. Mua më pëlqen çdo gjë që është kështu old style. Çdo gjë. E çoj atë. Old fashion. Ka dhe ngjyrë shumë të bukur. Se sa hap. Alo? Alo, Eva? Alo, mami? Alo, Eva? Si e biri nënës? Të dua. Ua, dhe unë shumë shkurti nënës. Të dua. Ti e zemra ime, ti e krenaria jonë, ti e mirë, e mënçur, e sinqertë, e edukuar. Mami. Pasën që je një profesioniste brillante. Të duam shumë shpirti nënës. Edhe unë ju dua shumë. Faleminderit që je. Ty edhe babit edhe ju uroj një vit sa më të bukur, sa më të mbar, po mbi të gjitha me shumë shëndet dhe jam me fat që jeni prindrit e mi. Të puth shumë, mami. Të puth shumë. Faleminderit. Dhe ne të urojmë suksese, shëndet dhe mbarësi të sjellë ky vit në familjen tënde, të vogël dhe pastaj së bashku me ne. Faleminderit, ma. Gëzuar. Jemi gëzuar. Sa fjalë të bukura ke thënë. Bravo, ma. Jemi në Vizion Plus, ma. Faleminderit, ma. Ju dua shumë. Faleminderit shumë faleminderit biri nënës. Edhe ne të duam shumë. Mirupafshim. Sa e mirë. Pra, ishte një telefonat me mamin. Po. O sa e bukur. Sa e ëmbël mami. Është shumë e ëmbël. Përbushur, krenare. Ajo më ndjek në çdo shfaqje, ajo dhe babi në çdo shfaqje që kur kam qenë 20 vjeç dhe nuk rreshtin së ndjekuri, duke ardhur që në kamerino dhe i ke në rresht të parë, duke ndjekur shfaqjet. Dhe unë për këtë jam shumë e lumtur sepse dua t'i jap një mesazh, duajini prindrit sa i keni gjallë, duajini me gjithë shpirt sepse një ditë do t'ju mungojnë. Ashtu është vërtet. Të ndrojmë atmosferën. Të ndrojmë atmosferën dhe bëjmë gati me Elinarën. Kë do zgjedhësh, Elinara? Kë do telefonosh? Po tani unë prindër nuk kam, ja e më jetime, po kam vajzat edhe. Po ti e plot. Do telefonoj një nga vajza. Një nga vajza. Se me zemër do kisha zgjedhur mamin, po nëse do t'ishte. Elinara do telefonoj njërën nga vajzat. Po cilën, të madhen atë voglën? Po kam përshtypjen që ato janë bashkë dhe unë po. Sa bukur, me një telefonat i kemi të dyja bashkë. Po nisë të formosh numrin atëre. Dhe shpresojmë që ta dëgjojnë telefonin, se sot ditë pak e vështirë. Normal, fund vit. Me të formit, që orët e para të mëngjesit. Ju telefonatat i bëni para dite kryesisht, apo prisni kur afrohet? Kur afrohet. Ora 12. Kur afrohet ora 12. Sikur në gjitë më shumë. Ose pas ora 12 fare. Bravo. Ka lezet. Përgjigjen vajzat e Elinarës. Sheti qa po jenë duke bërë. Mos janë në linjë? Alo? Alo, Mushi, Sofia. Ma? A shpirti mamit jeta ime.
Të dua shumë, mami, të dua sa qelli, sa toka, sa e gjithë bota. Ky numër që po merr se s'njofta numrin. Po ky është një numër numri Living magjik. Day. Është një numër magjik si festat e vitit të ri. Të dua shumë, mami. Të dua shumë, pa fund. Edhe unë. Çfarë bën? Ku je ti? Unë jam në një emision këtu ke Vizioni. Po prandaj po më merr mana numri kështu. Me numra që si njoh. Po është një numër që si njoh as vet. Nuk ishte asnjë qëllim të keq, Sofia. Jo. Donte vetëm të surprizonte. Edhe të bëni murimin nga studio. Mami zgjodhi numrin tënd. Mami, Edhe unë ju uroj. gëzuar mami me turon, ty dhe motrës. E ke motrën aty? Po, han patatina. Jo patatina, sa jo kam thënë. Hani healthy, goca, healthy. Dëgjoj, mami t'uron këtë vit të dyjave juve. Ju duar shumë, pa fund, ju e dini se sa ju dua. Ju jeni jeta ime. Pa juve s'ka mjetë. Edhe ne të kam shumë, ma. Puc, mami, O fort. shpirtat e mamit. Mami ju uron një vit prallor, ashtu si që ndëroni ju dhe mami bashkë, e dini juve. Inshallah, zot. Ju pojtë shumë, ma. Ju dua. Të pusim, paqim. Ciao. Alqim. Sa bukur. Vërtet, super bukur. Shumë bukur. Realizojnë të gjitha dëshirat. Ja, unë kam një vajzin djalë, unë e kam gocën. Ti që kem me fat më shumë, se i ke të dyja Kam prova. 9 vjetë, do me Unë thënë. dua të ngushëlloj me pak me këtë shprehje që kush ka bota, Goca botën ka. botën Edhe ka. qëndron. Albi, edhe ti duhet të bësh një telefonat, por e bëjmë pas pak Pas e the që do të telefonatën. bësh në i gocë. Po si gjej nuse njerë, pastaj me gocën. Do të gjesh shpirtin binjak, Pastaj edhe bësh do të gocën. bësh edhe gocën, edhe Bëjtë binjak. Gjem shpirtin binjak edhe bëjmë ca binjak. Albi, do të bësh telefonatën tënde, e ke menduar se kuj do t'i Po telefonosh? e ka menduar. Për këtë do t'je telefonata? Do i telefonoj motrës. Sa bukur! Pra mamit, vajzave, motrës, o sa e Sa bukur. Fund viti është i familjes, i dashurisë në Nuk familje. ka si me familjen tonë dhe viti i ri nuk kalohet. Nuk kalohet, Në është asnjë vërtet. vend tjetër. Albi, ndërkohë po i bie tjetër. telefonit. Do pak po. Nuk është kaq thjesht sa me një Si tani, smartphone. jemi bërë me inveç që duhet kote veta. Ishte normali për atë telefon. Se po vonohet, Albi. Mos po përgatit gjelin, motra. Me siguri. Me qëra fjalla motra e qanë gjeli me kulacë. Ashtu, E kam mësuar ajo Vjera në Berat. O, babaja, Vjera vetë që... Alo? Alo, Alo, përshëndetje. vali jam Albi. Do e thoj vetëm që je një qënje e adhurueshme. Edhe ne të duam gjithë, unë nuk diskutohet, po të gjithë, dhe më thëmë, je vetë një motor që kam kështu që... Se kam dhe dhajës, po është ideja që zgjolla të marrë ty dhe të uroj për këtë vit të ri, dhe më thëmë që jo vetëm që unë të dua, po edhe gjithë familja, por ideja që edhe kjo vit i ri të përcjellësh sa më shumë dashuri për ty, për familjen, për gocat që i ke të mrekullueshme që janë dhe mbesat e mia, kam atë pjesën time, edhe gjithë që na duan, edhe që patjetër që i duan. Shumë faleminderit. Di që kishim nevojë për këtë dedikimin shumë në telefon. Bravo! Gëzuar të gjithëve. Gëzuar ne që Albi të bënte këtë dedikim. Po sepse unë në fakt nuk jam, pavarësisht se shpreh shumë emocione kështu, por nuk është se jam tip shumë që ti bëj gjërat kaq sadë, kur i thonë fjalë të tjera. Ja që u dashkan ndonjëherë edhe kështu se motrës e pëlqeu shumë. Por që u dashkan. Edhe U duen këto fjalë sepse
vjen një moment dhe vjen një kohë kur duke sikur gjërat ikin edhe nuk I ke thënë kur, kështu që sa më shpejt I themi, aq më mirë do jetë. Jam e lumtur që do të keni këtë kujtim shumë të bukur. Shumë faleminderit. Unë ta kisha ditë e kisha bërë më përpara, po ta dija që unë emocionoj ka shumë. Gjithsesi unë do vi për dreka motra Albit të ty se tha që gatuan shumë mirë. Na ka thënë Albi që përsheshin me gjetjen e ne kemi këto Eva Golemin. Mirë se të vini. Në qoftë se është Eva, pastaj është Dyfishi. Të përqapoj zemër, je shumë e mirë. Të përqapoj fort, shumë faleminderit. Të përshëndesim. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirupafshim. Ishte një telefonat shumë e bukur, një dedikim shumë I bukur për motrën, e cila u surprizua, jam e lumtur që dëruam emocionet e bukura. Duan edhe këto. Duan edhe këto qaste për të, ne jemi njerëz që flasim, komunikojmë, kemi ato gjërat që edhe përditshmja na merr, na rrëmben dhe harrojmë në fund ditës që duhet dhurojmë një pjesë tonën, edhe njerëzve që kemi më afër dhe njerëzit që na duan për atë që jemi. Na duan pa hile. Dhe jo për atë që kemi. Pa hile. Edhe të na duam, edhe të duam njerëzit për ato që janë, dhe jo për atë që kanë, është, po them unë ty, gjë më e bukur që mund t'i ndodhi një personi që të marrë dhe të japi dashuri. Kështu që shën dashurofshi. Ashtu është. Po nëse do të spatoj teoria e Albit, që sa po tha, do të ishte perfekcion. Por nuk është kështu gjithmonë. Prandaj ky është momenti I duhur për Vitorit t'ia kujtojmë njerëzve këtë gjë. T'ia kujtojmë vetes së pari dhe më pas edhe të ta duash gjithëve tjetrin pa kushte, ta duash dikë pa kushte, I duam njerëzit, qoftë ata që na rrethojnë, të afërm, familjar, koleg, miq, do ishte një gjë fantastike. Është mirë që të japim dashuri çdo ditë të vitit, jo vetëm në fund vit. Ashtu është. Bëhemi më të ndjeshëm sot. Është interesante edhe për zgjedhjet që ju po bëni, persona që po zgjidhni për të telefonuar. Klea, je gati ti të bësh telefonatën tënde? Po, unë do telefonoj babin. Sa bukur. Babin. Dhe ja, telefoni po pret. Ti të formosh numrin e babit tënd. Urojmë që të përgjigjet me një herë, nuk e dim nëse babi e ka nisur festën apo jo në këtë orë. Po besoj po, e nisin që herët. Por do t'jetë një telefonat gjithashtu shumë e bukur, si që është komunikimi I vajzës me babin. Alo? Alo, ba. Mirë mërama. Të mora për të të thonë që dua shumë. Po si. Kle? Po, jam Klea edhe babi me mirë më botë, edhe të dua shumë. Edhe unë të dua shumë. Zemra ime. Zemra ime. Po, që është kënë umër të një? Babi e ka bërë 3 herë këtë numër. Babi, mos u shqetëso, është numër I emisionit Living Day. Pra nuk është numri shoku të Klea, ose si diçka tjetër për menduar. Mos xheloze. Faleminderit për gjithë mbështetjen edhe dashurinë që më jep çdo ditë. Deri në fund të jetës. Shpirti vogël. Pafshi. Se mbyllë. Ua! Amoj, se prandaj mbyllë telefonin, por nuk arritëm të telefonin. Gëzuar babi tënd. Goca e edhe ta babi. falenderonin për këto emocione të bukura. Harrova, por do ja them tani. Mos e nga për këtëm gocën, se është e vogël akoma. Se babi është gjithmonë dashuria e pare një vajze. E dua shumë edhe është gjithmonë aty për mua edhe është mbështetja ime më e madhe edhe Bravo. dua shumë. Edhe uroj gëzuar festat. Gëzuar festat në familjen tuaj dhe uroj të keni gjithë bekimet dhe gjithë lumturinë që e dëshironi. Faleminderit. Si vazhdojmë? Kemi ende telefonata. Roberta, vetëm ti nuk e ke bërë telefonatën tënde. Vajza ime do marr. Do marrësh vajza. Vajza ime. Victoria. Vajza.
Jote Viktoria. Shumë bukur, po pse nuk more Kristianin? Ja, më mirë vajza. Ashtu, a? S'ka faj, por derisa se duron lule, mirë bën. Po, lule vajza, mi si lule, mos e roni kjo gjë. Shumë mirë bën. Vajza Robertës është rritur këtu në Shqipëri edhe flet shumë mirë shqip. Po mëson edhe mami italiane. Mirë që se ka vënë emrin fitore, do me thëmë, se ta kishe shqiptarizuar fare. Ishte shqiptarizuar edhe me mu komunikon në shqip, jo në italisht. Po s'po e ha vajza. Më mirë të ishe marrë Kristianin. Duke bërë gati, ja. Më mirë vajza, provojmë prap? Presim dhe pak. Presim. Po. Është duke bërë make-up, duke bërë gati. Të shkëlqej për sot në mbrëmje. So pa tjetër. Mami. Jemi, mam. Aj, si e? Mirë, po ti si e, mam. Mirë, do të them që të dua shumë, edhe jam shumë krenare për ty, për çdo aspekte, edhe të uroj një vit sa më të mbar, me arritje më të larta, edhe ke çdo dëshira jote bëhesh realitet. Edhe me falë për shqipe ime, se unë e di që ti uren shqipës time, po unë flasë ashtu si flasë, e di që ti fletë shqip perfekt, po të dua pa funde dhe do jem gjithmonë afër teje, në çdo hapje jetës. Të dua shumë, mam, faleminderit. Edhe unë. Qa po bon ku je? Me ku je? Me ku je? Jam një qikë zi. Ja, me shaka. Të dua, ma. Jam me Diora në mam të gjithmonë. Ciao, shpirti teze Diora, të dua. Ciao. Ciao, more. Ju dua shumë. Edhe në... Një vit sa më të mbar edhe sukses sa më lartë në çdo aspekt të jetës, okej? Faleminderit. Të përshëndesin edhe këtu. Ajo është si babi vetë. Lakonike. Unë të thashtë është si babi vetë, nuk flet shumë. Unë jam ajo e familja që brenda dashuri, flet shumë. Po pak të një jam unë. Që përndan energji. Uroj ta keni shijuar këtë moment televiziv. Ne na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare. Unë jam e lumtur që e shijuat këtë moment me telefonata, me njerëzit tuaj të dashur edhe të shtrenjtë. Rikthehemi pas pak. Edhe ju përgatituni se do t'i bëni pyetje njëri tjetrit. Kështu që merrni kohë edhe pyetje pikante. Po. Pas pak.